Data 7 mars. Eksodi, kapitulli 18. Jethro, prifti i Midianit, vjeri Mojsiut, dëgjoi të gjitha ato që Perëndia kishte bërë për Mojsiun dhe për Izraelin, popullin e tij, si e kishte nxjerrë Zoti Izraelin nga Egjipti. Atëherë Jethro, vjeri Mojsiut, mori Seforan, gruan e Mojsiut, e cila ishte kthyer, dhe dy bijtë e saj, prej të cilëve njëri quhej Gershom, sepse Mojsiu kishte thënë: kam qenë mik në tokë të huaj, dhe tjetri Eliezer, sepse ai kishte thënë: Perëndia i atit tim ka qenë ndihmësi im dhe më ka shpëtuar nga shpata e faraonit. Jethro pra, vjeri Mojsiut, erdhi te Mojsiu bashkë me bijtë e tij dhe bashkëshorten e tij në shkretetir ku ishte vendosur ai në malin e Perëndisë. I kishte quar fjalë Mojsiut: Unë, Jethro, vjeri yt, po vitet i bashkë me gruan tënde dhe dy bijtë e saj. Kështu Mojsiu doli për të takuar vjerrin e tij, u përkul dhe e puthi. Pyetën njëri tjetrin për shëndetin e tyre, pastaj hynë në çadër. Atëherë Mojsiu i tregoi vjerrit të tij të gjitha ato që Zoti u kishte bërë faraonit dhe egjiptasve për shkak të Izraelit, të gjitha fatkeqësitë e pësuara gjatë udhëtimit dhe si i kishte shpëtuar Zoti. Dhe Jethro u gëzua për të gjitha të mira që Zoti i kishte bërë Izraelit, duke e shpëtuar nga dora e egjiptasve. Pastaj Jethro i tha: Bekuar qoftë Zoti, që u çliroi nga dora e egjiptasve dhe nga dora e faraonit, dhe çliroi popullin nga zgjedhja e egjiptasve. Tani e di që Zoti është më i madhi nga tërë perëndit. Po, ai u vërtetoi atyre me sa krenari kur vepruan me kryelartësi kundër Izraelit. Pastaj Jethro, vjeri Mojsiut, mori një holokaust dhe disa fli për t'ia ofruar Perëndisë. Dhe Aroni dhe tërë pleqtë e Izraelit erdhën të hanë me vjerrin e Mojsiut përpara Perëndisë. Por ndodhi që të nesërmen Mojsiu u ul për të gjykuar popullin. Populli u mblodh rreth Mojsiut që nga mëngjesi deri në mbrëmje. Kur vjeri i Mojsiut pa të gjitha ato që ky bënte për popullin, tha: Ç'është kjo që bën ti me popullin? Pse ulesh vetëm dhe tërë populli të rri për qark nga mëngjesi deri në mbrëmje? Mojsiu ju përgjigj vjerrit të tij: sepse populli vjen tek unë për t'u këshilluar me Perëndin. Kur ata kanë ndonjë problem, vijnë tek unë, dhe unë gjykoj njërin dhe tjetrin dhe u bëj të njohur kanunet e Perëndisë dhe ligjet e tij. Por vjeri i Mojsiut i tha: Ajo që bën ti nuk shkon mirë. Do të raskapitesh më në fund. Ti dhe ky popull që është me ty, sepse detyra që ke marrë përsipër është shumë e vështirë. Nuk mund t'ja dalësh në krye vetëm. Tani dëgjom. Unë do të të jap një këshill dhe Perëndia qoftë me ty. Përfaqësoje ti popullin para Perëndisë dhe paraqitja Perëndisë problemet e tyre. Mësoju atyre statutet dhe ligjet dhe tregoju rrugën nëpër të cilën duhet të ecin dhe atë që duhet të bëjnë. Por zgjidh në mes të gjithë popullit disa njerëz të aftë që kanë frikë nga Perëndia, njerëz të besuar që e urrejnë fitimin e padrejtë dhe vendosin mbi popullin si krerë të mirave, krerë të qindrave, krerë të 50-rave dhe krerë të 10-rave. Dhe lejo që të jenë ata që do të gjykojnë popullin në çdo kohë. Ata do të parashtrojnë çdo problem me rëndësi të madhe, ndërsa për problemet e vogla do të vendosin vetë. Kështu do të jetë më e lehtë për ty dhe ata do ta mbajnë peshën bashkë me ty. Në qoftë se ti vepron kështu dhe kështu të urdhëron Perëndia, mund të mbahesh, dhe tërë ky popull do të rrijë faqebardh në vendin e caktuar për të. Mojsiu e dëgjoi zërin e vjerrit të tij dhe bëri gjithçka që i kishte thënë. Kështu Mojsiu zgjodhi në tërë Izraelin disa njerëz të aftë dhe i vuri si krerë të popullit, krerë të mirave, krerë të qindrave, krerë të 50-rave dhe krerë të 10-rave. Kështu ata i gjykonin popullin në çdo kohë. Çështjet e vështira ja parashtronin Mojsiut, por çdo problem të vogël e zgjidhnin vetë. Pastaj Mojsiu u nda nga vjerri i tij, i cili u kthye në vendin e vet. Luka, kapitulli 21. Pastaj Jezusi i çoi syt dhe pa pasanikët që hidhnin dhuratat e tyre në arkën e thesarit, dhe pa edhe një të vetë varfër që hodhi 2 pare të vogla dhe tha: Në të vërtetë po ju them se kjo e ve e varfër hodhi më shumë se gjithë të tjerët. Sepse të gjithë këta hodhen nga tepria e tyre në dhuratat për Perëndin, kurse ajo, prej skamjes së saj, hodhi gjithçka që kishte për të jetuar. Pastaj kur disa po flisnin për tempullin se ishte i stolisur me gur të bukur dhe me dhurata, ai tha: Sa për këto që shikoni, do të vinë ditë në të cilat nuk do të mbetet gur mbi gur pa urrëzuar. Dhe e pyetën duke thënë: Mësues, kur do të ndodhin këto, dhe cila do të jetë shenja se këto do të bëhen? Dhe ai tha: Ruhuni se mos mashtroheni, sepse shumë veta do të vinë në emrin tim duke thënë: Unë jam, dhe koha u afrua, mos shkoni prapas tyre. Dhe kur të dëgjoni për luftëra, për trazira, mos u tmerroni, sepse të gjitha këto duhet të ndodhin më parë,
por mbarimi nuk do të vijë me njëherë. Atëherë u tha atyre: do të ngrihet komb kundër kombi dhe mbretëri kundër mbretërie. Do të ndodhin tërmete të mëdha, zi, buke dhe mortaja në vende të ndryshme. Do të ndodhin edhe dukuri të llahtarshme dhe shenja të mëdha nga qielli. Por para të gjitha këtyre do të vënë dorë mbi ju dhe do t'ju përndjekin dhe do t'ju dorëzojnë në sinagoga e në burgje dhe do t'ju nxjerrin përpara mbretërve dhe qeveritarëve për shkak të emrit tim. Por kjo do të ndodhë për dëshmi. Të vini pra në zemrën tuaj që të mos shqetësoheni që më parë se si do të përgjigjeni, sepse unë do t'ju jap goje urtësi të atill të cilën të gjithë kundërshtarët tuaj nuk do të jenë në gjendje të flasin kundër ose t'i rezistojnë. Dhe ju madje do të dorëzoheni prej prindërve dhe vëllezërve dhe farefisit dhe miqve dhe do të vrasin disa prej jush. Dhe ju do të urreheni nga të gjithë për shkak të emrit tim. Por as edhe një fije floku e kokës suaj nuk do të humbas. Me durimin tuaj, ju do të fitoni shpirtrat tuaj. Dhe kur të shikoni Jeruzalemin të rrethuar nga ushtrit, atëherë ta dini se shkretimi i tij është afër. Atëherë ata që janë në Jude të arratisen në male, dhe ata që janë në qytet të largohen, dhe ata që janë në fushë të mos hynë në të, sepse ato janë ditë të hakmarrjes që të përmbushen të gjitha gjërat që janë shkruar. Por mirë gratë shtatzëna dhe ato që mendin ato ditë, sepse do të ketë mjerim të madh mbi dhe zemërim mbi këtë popull. Dhe ata do të bien nga tehu i shpatës, do të qohen robër ndër të gjitha kombet dhe Jeruzalemi do të shkelet nga paganët derisa të përmbushen kohrat e paganëve. Dhe do të ketë shenja në diell, në hënë dhe në yje, dhe mbi dhe ankth kombesh, që nuk dinë çdo të bëjnë, edhe do të buças deti dhe valët. Njerëzve do të dalë shpirti nga frika e nga të priturit e gjërave që po vijnë mbi botë, sepse fuqitë e qiejve do të lëkunden. Dhe atëherë do të shohin birin e njeriu duke ardhur në re, me fuqi dhe me lavdi të madhe. Dhe kur të fillojnë të ndodhin këto, shikoni lart dhe ngrini kokat tuaja sepse shpengimi juaj po afrohet. Pastaj u tha atyre një shëmbëltyr: vini re fikun dhe të gjitha pemët. Kur tashmë mungullojnë duke i parë ju vetvetiu e kuptoni se vera tashmë është afër. Kështu edhe ju kur të shikoni se po ndodhin këto ta dini se mbretëria e Perëndis është afër. Në të vërtetë unë po ju them se nuk do të kaloj ky brez derisa të gjitha këto të kenë ndodhur. Qielli dhe toka do të kalojnë, për fjalët e mia nuk do të kalojnë. Por keni kujdes që zemrat tuaja të mos rëndohen nga të lupurit, nga të dehurit dhe nga kujdesit e jetës, që ajo ditë të mos ju zërë në befasi. Sepse do të visi një lak mbi të gjithë ata që banojnë mbi faqen e mbar dheut. Prandaj rrini zgjuar dhe lutuni kudoherë që të çmoheni të denjë të shpëtoni nga të gjitha ato që do të ngjasin dhe të qëndroni para birit të njeriut. Gjatë ditës ai mësonte në tempull dhe natën dilte dhe kalonte jashtë në malin që quhet i Ullinjve. Dhe gjithë populli, herët në mëngjes, vinte tek ai në tempull për ta dëgjuar. Jobi, kapitulli 36. Elihu vazhdoi edhe më duke thënë: prit edhe pak, dhe do të tregoj që ka ende gjëra për të thënë nga ana e Perëndis. Do ta sjell larg atë që di dhe do t'i jap hak atij që më ka krijuar. Sigurisht fjalët e mia nuk janë të rreme. Para teje ke një njeri me njohuri të përsosur. Ja, Perëndia është i fuqishëm, por nuk përçmon njeri. Është i fuqishëm në forcën e diturisë së tij. Ai nuk e lë të jetojë njeriu në keq dhe u siguron drejtësinë të shtypurve. Nuk i heq syt nga të drejtët, por bën që të ulen përgjithënjë me mbretërit mbi fronin, kështu ata rrin lart. Por në rast se janë të lidhur me zinxhira dhe të mbajtur me veriga pikëllimi, atëherë u tregon veprat e tyre dhe shkeljet e tyre, sepse u është rritur mendja. Kështu ai u hap veshët për të ndrequr dhe i nxit të largohen nga e keqja. Në rast se ata e dëgjojnë dhe nënshtrohen, do t'i mbarojnë ditët e tyre në mirëqenie dhe vitet e tyre në gëzime. Por në rast se nuk e dëgjojnë, do të vdesin nga shpata, do të vdesin pa ardhur në vete. Por të pabesët nga zemra mbledhin zemrim, nuk bërtasin për të kërkuar ndihmë, kështu ata vdesin ende të rinj dhe jeta e tyre mbaron midis sodomitëve. Perëndia i çliron të pikëlluarit me anë të pikëllimit të tyre dhe u hap veshët me anë të fatkeqësisë. Ai dëshiron të të largojë edhe ty nga kafshimi i fatkeqësisë, që do të çojë në një vend të gjerë pa kufizim me një tryezë të shtruar me ushqime të shijshme, por ti je mbushur me mendimin e njeriu të keq dhe gjykimi e drejtësia do të kapin. Në rast se ekziston zemërimi, ki kujdes që ai të mos të fshijë me një goditje të vetme, sepse një shumë e madhe parash nuk do të mund të largonte. Valla do t'i çmoj pasuritë tua kur ai ka ardhur të gjitha burimet e fuqisë, mos dëshiron natën gjatë së cilës njerëzia çohet larg nga vendi i saj. Ki kujdes të mos anosh nga paudhësia, sepse ti ke preferuar këtë pikëllim.
Ja, Perëndia ka shkëlqyer në fuqinë e tij. Kush mund të na mësojë si ai? Vallë, kush mund të imponoj rrugën që duhet ndjekur dhe kush mund t'i thotë ti ke bërë keq? Kujtohu të lartësosh veprat e tij që njerëzit i kanë kënduar, tërë njerëzit i admirojnë. Vdekatari mund t'i sodit nga larg. Po, Perëndia është i madh, por ne nuk e njohim, dhe numri i viteve të tij është i panjohshëm. Ai tërheq atje lart pikat e ujit në formë avulli, i cili dëndësohet pastaj në shi. Qëret zbrazin dhe lëshojnë mbi njeriu në sasi të madhe. Kush mund të kuptojë shtjellimin e reve, shëngullimin që shpërthen në çadrën e tij? Ja, i përhap rreth vetes dritën e tij dhe mbulon thellësitë e detit. Me anë të tyre dënon popujt dhe jep ushqime me shumicë. Mbulon duart me rrofet dhe i urdhëron ato të godasin shenjën. Bubullima flet për të, edhe bagtia e ndjen furtunën që po vjen. 2 Korintasve, kapitulli 6. Dhe duke qenë bashkëpunëtor të tij, ju bëjmë thirrje të mos e pranoni më kot hirin e Perëndisë, sepse ai thotë: në kohë të pranueshme unë të dëgjova dhe në ditë shpëtimit të ndihmova. Ja, tani është koha e pëlqyer. Ja, tani është dita e shpëtimit. Nuk japim asnjë shkas për skandal në asnjë gjë, që të mos shahet shërbesa jon. Por në çdo gjë e rekomandojmë veten tonë si shërbenjes të Perëndisë në shumë durim, në shtrëngime, në nevoja, në ngushtica, në rrahje, në burgosje, në kryengritje, në mundime, në pagjumësi, në agjërime, në pastërti, në njohuri, në zemërgjerësi, në mirësi, në frymën e shenjtë, në dashuri jo të shtirur, në fjalën e zvërtetës, në fuqinë e Perëndisë, përmes armëve të drejtësisë, në të djathtë dhe në të majtë, përmes nderimit dhe çnderimit, përmes emrit të keq e emrit të mirë, si mashtrues, por të vërtet, si të panjohur, por të njohur mirë, si njerëz që vdesin, por ja jetojmë, si të ndëshkuar, por jo të vrarë, si të brengosur, por gjithmonë të gëzuar, si të varfër, por shumë veta i bëjmë të pasur, si njerëz që s'kan asgjë, por kanë gjithçka. Goja jon u hap ndaj jush, o Korintas, zemra jon u bë e gjerë. Ju nuk jeni ngushtë në ne, por ju jeni të ngushtë në zemrat tuaja. Por në shkëmbim të saj, po ju flas si fëmijëve, bëhuni të gjerë edhe ju. Mos hyni në një zgjedhje bashkë me jo besimtarët, sepse ç'lidhje ka drejtësia me paudhësinë, dhe çfarë bashkësie ka drita me errësirën, dhe ç'harmoni ka Krishti me Belialin, ose ç'pjesë ka besimtari me jo besimtarin, dhe çfarë marrëveshje ka tempulli i Perëndisë me idhujt, sepse ju jeni tempulli i Perëndisë i gjallë, sikurse tha Perëndia. Unë do të banoj në mes tyre dhe do të eci ndër ta, do të jem Perëndia i tyre dhe ata do të jenë populli im. Prandaj, dilni nga mesi i tyre dhe ndahuni prej tyre, thot Zoti, dhe mos prekni asgjë të papastër dhe unë do t'ju pranoj, dhe do të jem atë për ju dhe ju do të jeni për mua bi e bija, thot Zoti i Gjithëpushtetshëm.